Mes ngjyrave të fjalës dhe fuqisë së imagjinatës, sot u përmbyll me sukses panairi i librit për fëmijë në kryeqytet. Një ndër organizatorët e aktiviteteve për fëmijë të këtij panairi ishte shtëpia botuese Tukagjini, ku për 4 ditë rresht pati organizime të ndryshme për të motivuar fëmijët drejt leximit dhe rëndësisë së librit. Tukagjini sot në ditën përmbyllëse të panairit bëri shpalljen e fituesve të konkursit të shkrimit kreativ që ishte hapur një muaj më parë për nxënësit të ciklit fillor. Ka zgjedhur që ta mbaj ndarjen e çmimeve për konkursin që e kemi hapur një muaj më parë të quajtur shkrimi më kreativ, në të cilin nxënësit kanë pasur mundësinë që të aplikojnë me shkrimet e tyre, të cilat është dashur që të janë të bazuara në librat tonë, pra në serinë e lektyrave nga klasa e parë deri në klasën e 5. Kemi pasur shumë aplikime, ka pasur shumë shkrime të mira me të cilat jemi kënaq duke i lexuar, por gjithsesi është dashur të zgjedhim 3 vendet më të mira, pra 3 shkrimet më të mira dhe sot i ndam edhe çmimet vendin e parë deri në vendin e tretë. 3 shkrimet më të mira u vlerësuan me çmime dhe përkrahje, duke dëshmuar se talenti letrar tek fëmijët është i gjallë dhe i gatshëm të rritet, vetëm nëse ka hapësirë dhe mbështetje. Jam di lumtur edhe kam shpesu më gëzu mësuseve prandëret. Që po besoj me padyshim se janë gëzu shumë, apo? Po. Po ti je gëzu shumë se ke fitu së çmimin për poezinë më të mirë? Po, shumë. Sot ishte dita e fundit e panairit të librit për fëmijë, e pjesë e pandashme e këtij rrugtimi krijues ishte edhe shtëpia botuese Tukagjini, e cila organizoi një varg aktivitetesh për fëmijë, nga leximet e librave deri te punëtori me ngjyra, personazhe e fantazi.